frika e pushimeve në Dubai për shkak të luftës ka bërë që shumë turistë huaj të rrisin kërkesën për të vizituar Shqipërinë si një vend të sigurt. Në konferencën për mediat, Ministri i Kulturës, Inovacionit dhe Sportit Blendi Gonqa bëri me dije se operatorët turistik kanë raportuar rritje të kërkesës. Me keqardhje sepse nuk na kënaq natyrisht askush s'duhet të kënaq me fatkeqësinë e askujt, por Shqipëria është vetëm në një potencial dhe është një alternativë shumë e mirë e planeve të reja që ata që do shkonin në lindjen e mesme me riorganizimin e agjendës tyre të turizmit dhe të të udhëtimit do ta kenë Shqipërinë një nga oferta më të mira. Ministri u fokusua edhe te kërkesa në rritje për sa i përket teatrove në vend dhe siteve kulturore. Që është një lajm i mirë për qytetin, ne e dimë shumë mirë që sidomos Tirana vibrante e një jete kaq të gjallë në kuptimin edhe të popullsisë, por edhe të rëndësisë që ka kryeqyteti për gjithë vendin dhe për aspektin turistik, por edhe për aspektin kulturor dhe të themi vizitueshmërisë si kryeqytet. Gonqa foli edhe për muzeun arkeologjik që do të ngrihet pranë sheshit Nën Tereza. Kemi mbyllur thirrjet për projektet kulturore dhe turistike, janë 700 aplikime dhe janë shpallur rreth 250 projekte fituese, janë në përpunime si për faza ankimore dhe do dalin edhe të dhënat e tjera me shifra. Në fund, ministri u ndal edhe tek projektet e reja kulturore, duke përmendur se deri më tani numërohen rreth 700 aplikime, nga të cilat 250 janë shpallur projekte fituese në të gjithë vendin.